shkojmë tek një tjetër talent i vitit, këtë radhë i përket Notit. Për të dhënë këtë çmim, kam kënaqësinë të ftoj trajnerin e ekipit vllazni, zotin Kol Shiroka. Dhe sigurisht notarja e cila do të marrë këtë çmim sonte është një kampione pa diskutueshme e vendit me moshat dhe njëkohësisht edhe rekordmene. Gjatë vitit 2025 ajo është shpallur kampione kombëtare edhe më të rriturat. Viki Tafruku. Falenderoj gjithë shkollën për organizimin, zotin të rinjuroj dhe Briselën dhe drejtën e arsimit. Vikin, kur këna artu për 4 viteve, ka kënë shumë ma shkurt, të shti po marrin edhe po më kalanu. Vese edhe si mjetë, ka pas një performancë të jashtëzakonshme, edhe pse është 14 vjeçe ekipit të fëmijëve, ka dalë kampione Shqipnijet në gara 200, 400, 800, 1500. Unë kisha dash në thirë këtu, edhe Joel Golemin, hajde Joel të lutem. Joeli është vetëm 10 vjeç dhe ka thuj si mjetë rekordin e 400 dhe 800 të i lirë. Në ngjurmet e Vikit, shpresojmë, kena mas 2 ditë dhe me datën të 20 të shtunën, kena një garë, një kupë Claudio Meqe, shpresojmë Vikit shpahet sportistja ma mirë, dhe Joeli të thënë rekordin tashma 200 të i lirë. Mirëmbrëma, falenderoj zotin Gjershkolla për këtë event, falenderoj profesorin tem Kol Shiroka, ekipin që më shtet në çdo garë, edhe falenderoj gjithashtu edhe familjen teme.